Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes me gjithë zemër. Ta kaloni këtë ditë sa më bukur me një hap të mbar që me mëngjesin e parë. Ekspozitat dhe veprimtaritë që Galeria e Arteve Figurative ka zhvilluar në këtë vit kanë qenë tepër interesante, duke kapur momente dhe kënde të ndryshme të këndvështrimit artistik. Natyrisht, nuk kesi të mendosh ndryshe kur në sallat e kësaj galerie gjen reflektim të një pune shumë cilësore të artistëve pjesëmarrës. E tillë ishte edhe ekspozita e fundit. Një ekspozit shumë e veçantë për nga mënyra e konceptimit, gjetjet, harmonizimi i formave, drithijet dhe luhatjet e buta apo edhe të rumbullakosura të objekteve të pasqyruara dhe veprave të artit që janë përfshirë në ekspozitën Magnum Opus të skulptorit Sokol Kola. Të vizitosh një ekspozit skulptura nuk është aq e shpesht. Madje në përgjithësi veprat në skulptur janë pak të rralla për të ekspozuar në një ekspozit personale. Përpiqesh të futesh paksa në brendësinë e këtyre veprave, një vizitor i thjesht por shumë ardashës, dhe të gjesh atë magji që e bën veprën në një konceptim artistik për të shprehur një brendësi dhe shfaqje solide në thënien e një teme apo të një koncepti të caktuar artistik. Ndaj, qasja e artëdashësit ishte shumë e përligjur nga ekspozita me një nivel të jashtëzakonshëm e paraqitur nga skulptori Sokol Kola. Unë kam ftuar skulptorin sot në studio dhe menjëherë i uroj mirëseardhjen. Mirë u gjeta, faleminderit për ftesën. Më vjen shumë mirë që besoj gjithë ajo punë që ka kulmuar me një ekspozitë të tillë. Keni marrë shumë vlerësim apo jo? Me thënë të drejtën, më erdhi mirë që kishte aq shumë vizitorë, nuk është se e kam bë ekspozitën për me marrë vlerësime ose për me thjesht dosha me arrit një pikë në karrierën time që me i përmbledh të gjitha bashkë dhe me i prezantu njerëzve se kush jam unë si skulptor. Pse erdhi kaq vonë kjo ekspozitë? Po, problemet e jetës përditshme, sidomos periudhën e fundit, të gjitha kanë pas. Në fakt e kisha planifiku një vit përpara, po për arsye që gjithë i dim për orarin e kufizimet e këto një vit pandemik. Ishte e pamundur që me hap një ekspozitë konkrete, domethënë me njerëz të pranishëm. Edhe thash po pres deri kur të krijohet mundësia që ta bëj ashtu siç e kisha në mendjen time, ashtu siç e kisha planifikuar qysh përpara. Një ekspozitë të cilën për të cilës jam përgatit që prej 2 dekadash. Interesante. Kam dashur e maturuar do ta maturuar, stër maturuar, e pjekur në kuptimin e asaj që o kam dashur me bë ashtu si kam pas në imagjinatën time, edhe pse sot ndoshta është tepër e vjetër në kuptimin tradicional të fjalës, që nuk e trajton kush më ndoshta në atë mënyrë, kërkojnë gjëra të tjera në ditët e sotme, por unë atë që kam dashur me bë e kam arrit, besoj. Unë mendoj se ekspozita juaj në ecurin e saj është një stad. Një stad i cili natyrisht kulmon me Magnum Opus. Ju i keni vendosur një titull që është shumë domethënës, megjithëse është në latinisht, apo? Po, saktë. Baba jam e përshkruan si një gur kilometrik, pra në udhëtimin e jetës që bën njeriu vjen nga një gur kilometrik, si arrita këtë stad, arrita dhe një stad tjetër, dhe është vërtet që kam arrit një stad dhe kam gjetë pikërisht një titull latinisht, për arsye se po ta veni re në ekspozitën, është shumë e trajtuar zanafilla e jetës, krijimi, që nga embrioni, evolimi e tjerë,
Dhe latinisht është një gjuhë e vjetër, i cila ka kontribuar edhe në gjuhë të tjera, siç i dim domethënë. Gjithashtu ka kontribuar në terminologjinë mjekësore, artistike, shkencore etj. Prandaj dosha diçka që prej zanafillës, e cila të jepte më kuptim të ketë edhe pak mister, domethënë mos të jetë titulli drejt për drejt. Në fakt, me që ju thoni që ka të bëjë me zanafillën, unë po i drejtohem një vepre të parë që keni vendosur aty, është një kitarë. Tingujt e së cilës janë jetë, por aty ka një fole me derë të hapur, aty është edhe një kontur i një objekti kulti, nuk e di se nëse e përkthej mirë gjithë veprën dhe e kam parasysh, por këndvështrimi që ju i shikoni pikërisht veprët që ju keni pasqyruar të jep mundësi për të reflektuar, dhe kjo është ngacmimi që t'jep një vepër artistike. Kjo është pikë synimi i çdo artistit, mendoj unë, jo vetëm që ndërveprimi, jo vetëm të jetë në momentin e shikimit dhe kur të ikin të harrojnë. Kënaqësi për artistin është kur vizitori e sheh, intrigohet prej punës, kërkon me bashk bisedu ose me thënë diçka në lidhje me të, edhe kur ikën e merr me vete, e merr mendimin me vete, nuk është se e harron momentin që ikën. Kjo është për mendimin tim një arritje për ne si artist. Në fakt, edhe po t'i drejtohem një tjetër pune. Ju nuk e di nëse e them mirë titullin izolim. Është vërtet. Është një si quhet? Ajo vepër është një vepër fantastike, do ta quaj. Është vepra e parë, domethënë, e atij ciklit punimesh. Atë e kam realizuar qysh në 98 në periudhën e shkollës. Në atë kohë, në fundin e viteve 90, të gjithë e dim që kena përjetuar një lloj izolimi shpirtëror nga situata që kena pas. Edhe un kam dëgjuar muzikë rock shumë në atë kohë, edhe ato influencat jam mundu me i shpreh. Pra kjo është edhe një mënyrë e artistit që mu shpreh në materien që ai trajton. Domethënë nuk ka pse kufizohet për gjanave tjera, të ndihmon shumë, është terapi arti për çfarë do lloj problemit, mund të shfaqesh talentin shumë mirë. Kur vepra të fut në një thellësi mendimi, ajo mund të shikohet në këndvështrime të ndryshme, por teknika me të cilën ju keni manipuluar drurin, por edhe metalin, është shumë e veçantë. Po t'i drejtohemi vetëm kësaj vepre, por edhe veprave të tjera. Tregon se ka një harmonizim shumë të mirë midis këtyre dy teknikave, gjë që e bën veprën shumë solide, e bën të jetë më vetësishme në tërësinë e saj, dhe gjithmonë detajet t'i shërbejnë dhe të njësohen me të tërën. Me thënë të drejtën, ju na njihni se jeni edhe mike e familjes tonë, edhe unë kam marrë edukatën për artin qysh në fëmini, edhe nga që jam formu i tillë, shumë herë e marrë frymëzimin edhe nga objektet përditshme, ç'a mund të bëj me këtë, ose shoh një formë industriale që mund të ketë një funksion krejt tjetër, edhe them si mund ta vënë shërbim të një vepre që të përcjellë diçka, të përcjellë një emocion. Qoftë edhe krejt personal emocioni, nuk është se du me bën politik ose letërsi me artin tem, një emocion, diçka e mbrëmshme që mund të mos shpjegohet me fjalë. Edhe miqt, shokët e mi që më bëjnë vizita, kur shohin aty objekte të ndryshme, pirujnë, vida, thonë që do bësh diçka, që do shpish diçka, do ta bësh, po se ç'a, po kena durim të shohim një herë për ato që më njohin, domethënë. Kurse për një që nuk është në mendësitë kësaj çështje, kur më shef për shembull në klub të pi kafe dhe tu pa një kaps rrobash. E keni vendosur. Për 20 minuta rresht thot ky do të ketë një problem këtë djalë. Pikërisht atë keni dedikuar një vepër. Atë kapsën po e kam trajtuar në skulpturë rreth 60 cm, edhe e kam bllokuar me 2 vida, edhe bllokim e kam titulluar bllokim, e vërtet po. Në fakt çdo gjë lidhet me konceptimin, i cili ndoshta është ngacmimi i parë. Ju thoni se në studion tuaj ka materiale të shumta, mbase zakonisht në studiot e artistëve ka pak rëmuj, vetëm ai e gjen se kë do marr, kë do lër, nuk diskutohet ajo punë.
Pra është një çdo gjë nis me hapin e parë, me mendimin, me frymëzimin që të lind pastaj një konceptim të një vepre. Koncepti mund të mos jetë një kusht për realizimin e një vepre. Mund të jetë edhe një vepër pa koncept, thjesht përsërit natyrën, diçka që i shef, diçka që të pëlqen, nuk e din pse të pëlqen, atë mundohesh ta riprodhosh me artin tënd. Ndoshta vetëm ato dy elementet kryesor të imazhit që ke në kry mund t'i hedhësh aty dhe vetë ajo merr kuptim. Për shembull kam disa punime që nuk kanë detaje absolutisht, po mund të kenë një lëvizje, mund të kenë një siluet, mund të kenë një paraqitje e cila jo vetëm prej meje, po fatmirësisht edhe prej të tjerëve që e shohin pëlqehen. Edhe ato nuk e din pse, por thjesht pëlqehen ndoshta nga kurimi i formës, nga rafinimi i punës, edhe shohin edhe ata diçka domethënë, pa pas nevojë me pas edukatën konceptuale të artit. Pastaj koncepti është diçka tjetër që mund ta shtosh. Po nuk kam qejf mund dalte koncepti me dhënë një mesazh ose me kriju një ide të caktuar sepse nuk është kusht, po, nuk është kusht. Sepse mund të jetë edhe modës sot që bashkë me skulpturën ose bashkë me pikturën me pas edhe një broshurë. Unë nuk kam pas qejf me kalu, me deviju në për letërsi ose me majt qëndrim politik ose me bë diçka tjetër. Unë thjesht shijoj procesin e gdhendjes, procesin e punimit dhe puna ime mbaron me aq. Pastaj kur e paraqes te dikush tjetër që e shef, rri me shpresën që ai të thotë diçka më tepër në lidhje me të ndëgjoj mendimin e tij, si e pret, si e trajton, çfarë interesash mund t'i ngjallin. Ky është arti që të ngacmon, që të bën ta shikosh nga prizmi i gjithë secilit, ëndër 1, ëndër 2, ëndër 3. Janë disa etapa të cilët ju i keni intitulluar të tilla, por që të bëjnë të reflektosh mbi ecurinë tënde, ecurinë e gjithë secilit, pra ecurinë e jetës, stadet e saj, apo ja. Ëndër ato e cikli i ëndrave ka një distancë kohore. Të parën e kam bërë në 2003-shin, të dy të tjerat janë pak më vonë, se mendohet ta bëj edhe në formë triptiku. Ideja ishte me bë diçka, domethënë brenda për brenda, me pas një lloj paqeje brenda për brenda vetes së saj, si fëmia në barknans ose si një vezë që pret me uçil me dal zogu. Pra thjesht me kënd diçka e izoluar që është akoma në fazën e ëndrës, që akoma nuk është bërë realitet, edhe që na step pak që ta lajmë në procesin e saj. Prania e subjekteve të ndryshme është e gjithkundodhur në ekspozitën tuaj. Do të thotë që ju trajtoni tema të ndryshme duke lënë vetë artëdarsin të qase, të ketë qasje të veçanta ndaj gjithë këtyre kësaj larshmërie tematike. Jo pa qëllim, në tekstin kuratorial të ekspozitës kam shkruar që nuk përcjell asnjë mesazh, nuk mban asnjë qendrim, ju lën juve vizitorëve që të përsërisni në memorien tuaj, në subkonsciencën tuaj, ato gjëra që keni pa përpara dhe ta shihni, domethënë ta shihoni në atë mënyrën tuaj. Sepse për me kënë artist, për mendimin tem, nuk është se jam shumë dakord me mendimet e tjerëve që duhet me kënë talent i lindur kështu, për me kënë artist duhet me pas një farë edukatet artistike në radhë parë. Duhet me pas sa më shumë që me njoh, me ditë me e kuptu. Dhe përveç kësaj duhet edhe me pas eksperiencë. Nuk mundesh, domethënë brenda ditët sot po merrem me art edhe u bën artist i madh. Duhet një farë eksperiencë, duhet një farë literaturë, duhet me pa me një gjuhë që më arrit me perceptu, me shiu dhe më arrit me interpretu në mënyrën tonë. Ju jeni pedagogi arteve. Mësues në shkollën e mesme artistike Prent Jakova. Po gjithsesi kemi një eksperiencë në lidhje me artistët të rinj. Ka një eksperiencë shumë të bukur sepse qa vjen një vit, nuk vjen një vit tjetër, domethënë më interesojnë shumë përshtypjet që kanë ato, jo vetëm për artin, po edhe për jetën. Shoh ndryshimin nga viti në vit, evolimin, përshtypjet për muzikën, për jetën e përditshme, për stilin e veshjes, edhe po ta marrim domethënë nga emisioni i radios. Dikur muzika, për muzikën përgjithësi, dikur muzika është në gjuhën e radio. Me kalimin e kohës u pa e nevojshme që të futet edhe videoklipi që të shihet në televizor. Sot kaq shumë ka marrë rëndësi videoklipi sa që kam përshtypjen time që nuk ndëgjon ma kush muzikën, po thjesht shkojnë për me pa
shkojnë për me hap syt për me pa artistin që i performon lëvizjet e kështu se sa këngën, tekstin e këngës, melodinë e këto gjëra. Po në një farë mënyrë këto janë Ky është gjëra që duhet rreth të cilave duhet një reflektim. Ky është evolimi që vjen sot. Reflektimi jem nuk ka rëndësi, domethënë nëse unë do të maj qëndrim karshi këtyre gjërave, unë bëj këtë, unë ndjeku stilin tem, unë ndjeku ëndrrën time dhe në këtë mënyrë unë mund të bëjmë shembull për ato që kanë të njëjtin ide, të njëjtin koncept. Veprat tuaja në këtë ekspozit kanë shumë dinamizëm. E quaj këtë sepse i shohim në ecje, në zhvillim. Mund të përmendi disa nga këto realizime, por gjithsesi ato asnjëherë nuk mbesin aty. Përkundrazi, të rëmbejnë, të japin pak dorën dhe mundohesh të ecësh për krah tyre. Përndryshe nuk të emocionojnë ai shumë. Unë kam eksperimentuar shumë me ta. Jo vetëm me skulpturën, kjo ishte një ekspozitë skulpture me punimet më të përzgjedhura, po unë jam marrë edhe me pikturë dhe me muzikë dhe ndoshta nuk mund të mos kenë lidhje. Unë akoma nuk e kam gjetë vedin tamam në skulpturë sepse e shoh si një fazë eksperimentale, nuk është se kam arrit në një pikë që do të punoj në këtë stil edhe mos ndryshoj më. Më pëlqen kënaqësia për me kalu nga një materie, nga guri në metal, nga metalin në dru, ceramik dhe si e tillë është një proces gjithmonë në evolim e sipër. Po, gjithsesi, ekspozita më së shumti i drejtohet teknikës së punimit të drurit dhe të metalit. Janë dy teknikat më është e vërtet. Parapëlqyera? Është e vërtet. Kam bajt në fakt një lloj qëndrimi për përshtypjet e mia për aktualitetin. Ne po bëhemi si shumë pjesë e makinerisë ose makinerit po bëhen pjesë e jetës tonë dhe po arrim në një pikë që kjo është e pashmangshme, pra nuk mund të jetoj pas teknologjinë në çdo moment, sepse e kam të domosdoshme. Makina, celulari, kompjuteri janë gjëra të domosdoshme në jetën e sotme. Edhe një farë mënyrë kam dashur dy materie siç është druri organik dhe metali që është një materie jo organike e ftohtë, me kriju një lloj marrëdhënie qoftë dhunshme, qoftë harmonike, dhe me paraqit përshtypjen time si artist kundrejt këtij realiteti që po jetojmë sot. Në fakt, ashtu siç mua më duket, sipas meje, ekspozita është mjaft elegante. Jo thjesht sepse veprat janë për masa jo shumë të mëdha, por sepse kjo elegancë shihet në manipulimin e të gjitha drithijeve, e lakimit të sipërfaqeve të lëmuara, por edhe sipërfaqeve të evidentuara. Shihet në atë plastik që her pas here ndalon, por edhe ecën. Është një elegancë që jepet sa në brendësi aq edhe në shfaqje. Ndoshta sepse duart tuaja e manipulojnë mirë materialin. Është e vërtet. Dhe natyrisht çdo gjë lidhet me Është e vërtet që e manipuloj mirë, kam eksperiencë në lidhje me këtë punë, nuk është se ka këtu mungesë modestie, ka mbi 20 vjet që merrem me skulpturë. Dhe me thënë të drejtë nuk është se e kam pasi diçka që me mshty vullneti për me e bë. Thjesht edhe hamale që nuk është se jam fort për punimet mëdha, kam qefshi me shiju, siç e thash, procesin, atë gdhenjën, atë kurimin e formës, me arrit aty ku duan, që është diçka që më tërheq, nuk është se e shtyj veten unë drejt saj. E tillë është edhe ideja, krijimi i konceptit, nuk është se mundohem me vrarë mendjen ç'a më bë ose diçka në lidhje me një ekspozitë që do të hapet së afërmi, ose thjesht më lind nga ballafaqimi me objekte ose me situata ose edhe me njerëz, mund të më lindë një lloj ide për momentin të cilin e realizoj. Po. Në fakt, ju me artin besoj se jeni përkundur që me hershmërinë. Unë jam përkundur qysh para se me lind, para se me ekzistu, kam keni destinu me marrë rrugën e artit, sepse të dy prind artista ju i njihni. Ferit Kolla,
skulptori i jashtëzakonshëm, do ta quaja. E përshëndesim me shumë përzemërsi, me shumë respekt për çdo gjë që ka realizuar, një njeri i nderuar, një artist i mirënjohur, po ashtu siç edhe nana juaj dirigjentja Elsa Kola. Ju dy fëmijët keni marrë njëri nga drejtimi, më shumë nga drejtimi i babës Sokoli, që është më i vogli, ndërsa Redona është violiniste, muzikante. Duke vijuar kështu çdo gjë që lidhet me familjen, por edhe me të afërmit, me artin, qoftë familja Kola, ashtu edhe familja Stefi, janë të njësuar që në hershmëri. Prindrit e mi kanë ndiku shumë, dhe me thënë, në formimin tim si artist, jo vetëm për faktin që ma kanë kultivuar të shijen e artit, jo vetëm që kanë kënë shembull, po edhe nga taktika që kanë pas. Nuk është se më kanë ndërhy, më kanë lanë lirit plot, nuk është se kanë thënë që këtë bën e këtë mos e bën. Në çfarë do lloj budallëkut po e quajmë. Të kem pasur në mendjen teme, më kanë lanë për me realizu dhe me çu idenë deri në fund. Edhe nuk janë bërë pishman, domethënë. Gjithsesi, baba jem ka kënë gjatë fëminisë teme ka kënë gjithmonë heroi jem. Fjala e tij ishte e ligjë, kur i tregosha në punin temin, nëse thotë ai kjo ka vlerë, kishte pa diskutim. Nëse kjo thotë, shiko po kjo rrugë nuk të çon aty ku don ti, atëherë prap fjala e tij ishte e ligjë. Në momentin e adoleshencës kisha qef më shkput pak prej saj, kisha qef me kënë pak ma vetvetja po mes në rrugën teme. Pra, edhe nëse baba nuk ishte dakord me ato, këto rryma thote janë pak kështu, si ilustrime, si kopertina, thote kasetash, albumesh, ti mundohemi me për artin konceptual, për artin përgjithësi, ka kuptim më të gjanë arti se sa një ilustrim i rëndom. Por gjithsesi unë dosha me vazhdu me eksperimentu në atë rrugën teme, erdhi një pikë që ne përplaseshim shumë edhe akoma nga një herë kena konflikt shumë mendimesh. Por gjithsesi unë jam shumë mirënjohës atij për kush jam sot, jo çdo kush ka pas fatin me pas një mentor të tillë, një bab, një mësues të tillë, dhe ja di shumë për ner. Si erdhët tek skulptura? Ju fillimisht keni përdorur lapsin, apo jo? E më pas në gjithë këto faza keni rritur në një stad tjetër. Unë nuk kam fillu vetëm skulpturë, unë kam pas kënë për piano në shkollë fillore, sepse thoshin që ka talent, ka vesh për muzik, le ta provojnë. Mirë po pianoja ishte diçka që kërkonte shumë orë studimi, shumë përqendrim, edhe nuk e kisha atë përqendrim në atë kohë. Me kalimin e kohës vunë re që kisha talent edhe për vizatim, për pikturë, për skulpturë. Edhe ma vonja marrë prap me muzik, me kitar, po dhe me thënë kjo është një histori tjetër. Për sa i përket skulpturës, unë kam kënë prezent kur baba punonte shumë vepra të tia, edhe kam prek me balt dorë, me dorë baltën, alçin, materin përgjithësi, dhe veta i mjepte me një model kështu të vogël që me modelu në një skulpturë, në to balt, edhe mi ka rujtë tana qysh prej fëminis, tanë ato eksperimentet e vogla i ka rujt, as i gjë nuk ka lënë me tret, as vizatime, as skulptura, as... Pra edhe sot arrita kuptoj dhe me thënë arsyen pse ati janë duka që interesante në atë kohë, se është një sinqeriteti i fëmijës. Dhe erdhët në një vepër të parë tuaje, cila ishte ajo? Vepra e parë e keni fjalën për në ekspozitën Magnum Opus? Jo, ajo që ju bëri që kjo është një vepër artistike e arrirë, përveç atyre modelimeve, gjërave që ju keni realizuar. Është vështirë me nda, dhe me thënë, një ushtrim të thjesht me një vepër artit. Ndoshta një fëmijë 5 vjeç mund të realizojë me 2 vjet një super vepër artit, e cila nuk mund të lëvizësh asnjë gjë, sepse çdo gjë rrin në harmoni në vetveten e saj. Ndoshta mund të përpiqesh me eksperimentu, me ndryshu, për vite me radhë nuk arrin në një vepër të mirëfillt, edhe nuk mund të mos jesh i kënaqur. Pra, për babën tem janë vepra, edhe ato të fëminisë, edhe ato të fundit që kanë bërë sot. Vepra artit mund të bëjnë edhe çdo kush në profesionin e vet. Arti i kuzhinës mund të bëjnë dikush një vepër, pra nuk është se mund ta përcaktojmë që arritëm e bën një vepër. Vepra mund të bëjnë. Më pëlqen mendja hapur që ju keni, ai dinamizëm që
mendoni kështu në ecurin tuaj. Në fakt nuk e di nëse keni provuar edhe skulpturën monumentale. Duart në Allçi, në Llaç i keni vënë që herët, po. Skulpturë monumentale mund të kem bë, dhe me thënë vepra më e afërt me skulpturë monumentale është në një workshop, një simpozium ndërkufitar që kemi bë me Malin e Zi, bashkë me dy miqtë e mi, Rubin Mandia dhe Petrit Bilali. I përshëndesim me shumë dashamirësi skulptorët tanë. Ndërkohë që profesor Rubini është edhe kuratori i ekspozitës. Është edhe kuratori i ekspozitës. Për këtë një respekt i veçantë. Shumë respekt dhe mirënjohje. Edhe Petriti gjithashtu. Edhe Petriti, përshëndetje. Dhe të dy, dhe me thënë, bën një kërkesë për një simpozium ndërkufitar në të cilin disa artistë nga Mali i Zi do të merrnin pjesë në Shkodër, disa artistë nga Shkodra, nga Shqipëria do të merreshin pjesë në Mali i Zi. Pra për me ballafaqu vlerat artistike. Dhe aty ka qenë eksperjenca jeme me një punë dimensione të mëdha. Për një kohë shumë të kufizuar kam bërë një formë abstrakte në mermer, e cila për momentin ndodhet e Begjisteni, por janë lanë pak në harres, nuk e di pse, të paktën ato kushtet e mirëmbajtjes t'i kishin. Gjithsesi, ajo ka qenë eksperjenca jeme me një skulpturë të dimensioneve të mëdha. Çfarë mendimi keni për veprat e artit të skulpturë që bëhet fjalë për vepra monumentale, vepra të përmasave dhe të teknikave të forta, të cilët mund të jenë në vende Besoj nuk ka lidhje fort mendimi jem, sepse unë, siç e thash, unë jam deri në fazën që shijoj procesin e realizimit. Pastaj për çfarë arsye kjo vepër nuk është aty ku duhet të jetë, ose për çfarë arsye ajo vepër është aty ku nuk duhet të jetë, nuk di çfarë më thënë më tepër. Janë ndoshta keni provuar ndonjëherë të bashkëpunoni me babën tuaj, skulptorin e mirënjohur Ferit Kola? Me bashkëpunu me Ferit Kolën është e vështirë, por mund të bashkëpunosh. Sepse ka vepra të realizuara nga dy skulptorë, për shembull. Pa diskutim, po duhet, domethënë, vetëm ose grup skulptorësh. Duhet vetëm me kënë kështu. Duhet mos më diskutu fjalën, domethënë, nuk e di. Nuk hyni në kufite. Patjetër që hym, kemi mirë kuptime, kemi, domethënë, marrëdhënie shumë të mirë për sa i përket edhe ideve, gjana, po mendoj që kur vjen puna për bashkëpunim, ai ka idenë e vet edhe nuk ka qef me atë cënukush. Unë nga ana ime kam idetë mia, nuk kam qef me cënukush, sepse ai për ne artistët imazhi i parë është ajo më kryesorja. Ato influencat pastaj vetëm se të largojnë e bëjnë dëm. Nganjëherë të bëjnë edhe mirë, po në shumicën e rasteve pengojnë se të largojnë atë kërcellin, atë idenë kryesore. Gjithsesi, çdo gjë është një proces i vërtet krijues i më vetësishëm që shpreh personalitetin e secilit artist. Dhe këtu ju keni këndvështrime, pika të veçanta, shikimesh dhe realizimesh, apo jo? Po, është masë e vërtet. Po, sidoqoftë kur vjen puna me ndihmë, nuk bëhet pa diskutim që këto hamaleqet për këto gjëra ndihmojnë njëri tjetrin, por kur vjen puna te ideja, tek interpretimi, tek gjëra, kemi pak fërkime, pak gjëra dhe jemi shumë dakord që gjithë secili ta ketë atë mendimin e vetë, ta çojnë deri në fund ashtu si e ka nis. Pastaj në fund kret japim ato mendime që jam dakord ose nuk jam dakord. Në shumicën e rasteve jemi dakord, domethënë, me çdo arritje. Gjithsesi, edhe po t'i drejtohemi edhe një herë ekspozitës suaj Magnum Opus. Personalisht mendoj që është një realizim perfekt i formave, i konceptuar në mënyrë artistike në tërsinë e tyre. Një ekspozitë që të lëmbresa edhe për mënyrën e realizimit, për teknikën që ju keni përdorur, për përsosmërinë e manipulimit të materialeve që ju keni përdorur për të dhënë idenë edhe për të shtyrë ta shikosh atë si një frymëzim i veçantë artistik. Mendoni se pas këtij stadi që ju keni dhënë, keni një mbështetje të fortë për të parë një horizont tjetër,
që sa do i larg të duket, mendon t'i afrohesh, pra të kesh një mbështetje për të hedhur në një tjetër vepër kuptoj, ose grup veprash. Si që thash, ky ishte, si që tha edhe baba im, ky është një gur kilometrik që kam arrit në jetën time, dhe prej këtij gurit do të shoh dhe me thënë se ku mund të hidhem më pas, do të shoh edhe interesin e njerëzve, do të shoh edhe jetën time, dhe me thënë çfarë drejtimi do të marrin. Shpresoj që të vazhdoj me të njëjtin cikël, se kjo nuk ishte një ekspozitë e përgatitur prej një viti apo dy. Ishte prej 2 dekadash, punimet më të zgjedhura, që i bjen mesatarisht rreth një punë e gjys në vit që me realizu, pra nuk është se Por ndryshe nuk ishte në atë përsosmëri në paraqitje. Ashtu besoj, nuk është se jam për prodhimtari, për sasi, më tepër jam për cilësi, por gjithsesi nuk mund të jap një përgjigje se ku do të jetë ajo e ardhmja. Guri tjetër kilometri i udhëtimit tuaj. I udhëtimit, në muzikë, në sport, në art, nuk e di, po do shoh. Po skulptura është aty. Skulptura patjetër që do më shoqënojnë, patjetër që do të interpretoj, po ishte fjala për ekspozit, a do të vazhdoj? Shpresoj që të vazhdoj prapë. Kjo është e bukur. Sokol, të falenderoj shumë për mendimet që ju ndat, edhe për këtë vështrim kaq plot dritë të ekspozitës suaj. Në fakt, të bësh punime të tilla është vërtet një mjeshtri e madhe edhe një art i veçantë. Por ndryshe e përsisë edhe një herë, ashtu siç tha profesori, nuk janë të rralla ekspozitat në skulpturë, por ndryshe nuk ka një qasje kaq të veçantë artëdarsve për t'i ndjekur ato. Ju faleminderit shumë, edhe më vjen shumë mirë që ngjall interes për emisionin tuaj. Ndihem shumë i nderuar, domethënë që në emisionin tuaj. Jam unë nderuar që i cili shifet jo vetëm në Shkodër, po edhe ku do të shifet. I përshëndesim të gjithë që na kanë ndjekur. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj mbarsinë e ecurin tuaj artistike, sepse një shpirt artisti gjithmonë nxjerr krye në produkte të veçanta të artit. Shumë faleminderit. Suksese gjithmonë. Faleminderit.